Në fshatin Vodicë të Bashkisë së Selenicës ka nisur më tepër se 3 muaj më parë puna për ndërtimin e urës së re të këtij fshati, një projekt i cili ka vlerën e rreth 95 milion lekëve patvsh. Afati i realizimit të punimeve është 4 muaj, me sipërmarrës shoqërinë Eurotema 500 SHPK, por punimet për ndërtimin e urës së Vodicës vazhdojnë me ritme tepër minimale, megjithëse kanë mbetur vetëm disa ditë nga përfundimi i afatit zyrtar. Për realizimin e këtij projekti, në zonë ka shumë punë për të bërë ende. Punimet për ndërtimin e urës të Vodicës po vijojnë me ritme shumë të ulta. Afati është drejt përfundimit, ndërsa në teren ka akoma shumë punë për të bërë. Siç mund ta ndiqni dhe nga pamjet, këtë të hënë firma ka zgjedhur ta bëjë pushim. Kjo hënë megjithëse një ditë pushimi zyrtar, duke marrë parasysh faktin se afati po kalon, duhet të ishte një ditë pune për firmën, e cila ka marrë përsipër punimet, por po ndodh krejt e kundërta, kur kjo firma sot nuk po punon. Në kantierin e ndërtimit është realizuar ndërtimi i vetëm gjysmës së bazamentit mbajtës të urës së Vodicës dhe vetëm kaq. Makineritë qëndrojnë të fikura, ku sipas informacioneve rreth 70% e këtij projekti mbetet ende për tu realizuar. Sipas parashikimeve, nëse vazhdon me këto ritme, ky projekt rrezikon të shkojë më tepër se 2 fishi këtij afati. Nga ana tjetër, banorët e Vodicës vazhdojnë të kalojnë në një urë e cila rrezikon shembjen nga momenti në moment.